A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falënderimet, adhurimet janë vetëm për Allahun, Zotin e gjithësisë. Ata e falënderojmë, për atij e kërkojmë ndihmën, dhe atë që i madhi Zoti drejton, askush nuk mund ta humbë. Ndërsa atë që drejtësia e Zotit dhe veprat e tij e lajnë humje, askush se ndihmon përveç Allahut xhelle xhelaluhu. Mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjithë ato besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Mëshira e Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju që jeni sonte bashkë. Allahu na fal, na mëshiroft, dhe inshallah këto minuta të jenë dobishme edhe për ju, por inshallah t'ju transmetoni edhe familjeve tuaja që të mund të përfitojnë sa do pak. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhën thot, për gjithçka ju këmlon thot, merrni sa të mundni, zbatoni sa të mundni. Domethënë duke ditë aftësitë, mundësitë që ka secili njeri, pra nuk obligon për te i mundësive. Edhe Allahu xhelle xhelaluhu thot, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Asnjënin prej jush nuk i kemi kërkuar për te ngarkuar për te i mundësive që ai ka. Vetëm si mas mundësisë që ka secili, atë edhe Allahu xhelle xhelaluhu do t'i kërkoj. Edhe në çtonën e kaluar, Allahu xhelle xhelaluhu foli për veten e tij. Edhe tha për krijimin. Thoshte vazhdimisht i madhi Zot, ne krijuam për ju tokën e bëm përshtatshme që të rreninte, krijuam për ju pemë të ndryshme, me shije të ndryshme, që ju të kënaqeni, të shfrytëzoni këto. Krijuam edhe qiellnat, që ju të merrni mësim, të shikoni, të mendoni, të meditoni, dhe pra fliste Allahu xhelle xhelaluhu për veten e tij. Edhe sonte Allahu xhelle xhelaluhu flet për njerëzit, për një moment shumë interesant kur ju tregon melekëve të tij se çfarë do të krijojë mbas melekëve, mbas krijesave të tjera. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Allahu madhruar tregon se u tha me lajkeve se unë do të krijoj njerëz në tokë të cilët do ta trashëgimtojnë, do ta trashëgojnë njëri tjetrin, do të jenë të përkushtuar në adhurim. Jo tregoi këtë me lajkeve. Dhe me lajket u përgjigjen e thanë, o Zot, ne besojmë për gjithçka, por duam të dimë, mos e ky njeri mos bën shkatërrim në tokë, mos do ta derdhi gjakun në tokë. E pyesin Allahun xhelle xhelaluhu, do të thonë vetëm për të sqaruar veten e tyre me lajket, jo për ndonjë dyshim. Allahu xhelle xhelaluhu thot, urtësinë e krijimit të njerëzve e di vetëm unë. Edhe është mas e vërtet. E para kuptojmë që Allahu xhelle xhelaluhu ka krijuar me lajke. Edhe ne e kemi amanet me